Qa bëhet? Kështu si kemi bërë, nuk vim broma, si jeni? Si jeni? Shumë. Hajde, vim broma. Unë kam ardhur t'ju falenderoj sonte këtu për punën e shkëlqyer që keni bërë. Hajde nga birë dhe ato kafet se shpëndaj tashi të tjerët në këtë orë flenë, vetëm PS-ja punon. Apo jo? Në këtë orë i kenë gjumë edhe ata moshat e treta edhe pastaj habite në fund se fiton PS-ja. Është bërë një punë e shkëlqyer nga ju deri më tani. Është një numër i konsiderueshëm bashkëdhetarësh në të gjithë Greqinë të regjistruar, jo vetëm këtu në Athinë apo Atiki, po dhe lart në zonën e Selanikut, po dhe në Ishuj, edhe në zonën e Patrës, Peloponezit, kudo në gjithë Greqinë. Dikush do thoshte mund të kishte edhe më shumë nga Greqia në fakt, por të mos harrojmë për asnjë moment që kjo është hera e parë. Ju e mbani mend kur u takuam për herë të parë këtu së bashku në shtator, që shumë nga ju ishin dyshues nëse do arrijë të bëhet, të realizohet vota e diasporës, sepse e vërteta ishte që i kaluam në disa pengesa ose përpjekjet fundit që bëri ajo opozita që kemi. Hajde dhe ju. Hajde. Shumë. Ekipi shumë blidhet pak nga pak. Hajde çuna të bëjmë në vend gocave. Dhe por 65.000 bashkëdhetarë që jetojnë në Greqi tani më kanë mundësinë të votojnë drejt për drejti. Do ju vi zarfi nga data 6, 7, 8, 9 prill, sipas atyre parashikimeve që bën KQZ-ja. Por këtu nuk duhet harrojmë që ka plot bashkëdhetarë të tjerë, mbështetës tanë, të cilët mund ta ushtrojnë të drejtën votës tyre siç e kanë bërë historikisht. Dhe ne duhet i nxisim, edhe t'ua shpjegojmë, madje, s'pari duhet i shpjegojmë që ata që janë regjistruar me post nuk mund të kjo është gjë e parë. Pra duhet ta dinë dhe ta ngulisin mirë në mendje që ti je regjistruar si votues nga jashtë me post, ti mund vish me datë 11 maj në Shqipëri, por në 11 maj do vish në i drek. Për të festuar. Edhe për të festuar me datë 12 pastaj fitoren e Partisë Socialiste. Por ata të tjerët që u ngeli me rak, përsëri mund ta ushtrojnë këtë të drejtë, duke bërë si zakonisht në gjithë to 30 vite, kryesisht flas këtu për qarqet e Gjirokastrës, të Vlorës, të Fierit, të Beratit, të Korçës, të Elbasanit, por edhe në gjithë Shqipërinë, edhe në Tiranë, pse jo. Kjo gjë dhe ju i keni në fakt informacionin gjatë punës tuaj të përditshme dhe ky informacion duhet ndarë me të gjithë mbështetësit e Partisë Socialiste. Procesi i votimit është një proces i thjesht, pra do të vi një zarf me post, brenda atij zarfit ke fletën e votimit, por ke dhe zarfat, njëri zarf është një zarf i bardhë ku ti vendos fletën e votimit pasi ke votuar, e shkuar aty mu në mes ke Partia Socialiste numri 5 aty, dhe njëri prej kandidatëve që ti preferon në secilin prej listave të qarqeve.
Pra, jemi ne të Kuçit për shembull, po. Jemi të Vlorës ne, po kemi numrin 5 Partia Socialiste atje dhe një nga kandidatët që ti ke aty të Partisë Socialiste dhe unë nuk përmend emra se secili ka të preferuarit e vet. Pastaj e mbyll e futa i zarfi i bardh, pastaj është një zarf tjetër që është një zarf i cili garanton sekretin e votës, pra dhe kjo duhet të jetë shumë e qartë që mënyra se si e ka konceptuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është që ruhet sekreti i votës, sepse ato kur ato mbrin në Shqipëri, ndahen nga ato zarfat të cilat mbartin adresën dhe nga ai moment askush nuk kupton në emër të kujt është nisur etj. Dhe është dhe një zarf tjetër është ajo që jep kompania e postës në fund për të nisur bashkë me adresën e Komisionit Qendror të zgjedhjeve. Po ky është diçka që është e thjeshtë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ketë video shpjeguese për këtë pjesë. Po për mua është shumë e rëndësishme të kuptoni një element që është thelbësor në organizimin e punës tonë. Dhe këtu flas sa i përket edhe shembujve të vendeve të tjera. Pra, është vërtet që në Greqi janë regjistruar 65.000. Por nga vendet e tjera mësojmë se jo të gjithë marrin pjesë. Se ndodh në njëri siç vjen ai zarfi e lem aty mbi frigofer, se kujtojmë se është faturë e dritave. Edhe e lem aty dhe na kalon afati, se po nuk mbriti në Tiranë zarfi në datën 11 maj ora 19 nuk quhet e vlerëshme. Tani ne Edi Rama e mbajti fjalën që u dha në Selanik, se këtu lindi në fakt dhe shumë për ju shtu kanë edhe meritën që e kërkuan atje dhe thanë do ishte mirë që edhe në kthim shërbimi postar të paguhej nga qeveria, pra nga buxheti i shtetit. Dhe kjo ndodhi dhe edhe në ardhmë edhe në kthim, pra qytetari, votuesi, bashkëdhetari nuk ka asnjë kost. Zero kost për ta bërë këtë. Kështu që unë do t'i ftoja të jo vetëm 65.000, po të çerek milioni bashkëdhetar tanët të regjistruar, se ishin shumë nga ata që nuk e besonin që do jetë kaq pjesëmarrje lartë. Pra, çerek milioni shqiptar në diasporë marrin pjesë në zgjedhje, kjo është një festë dyfisht për demokracitë tonë. Dhe festa më e madhe është që ky mandat, edhe për këtë shkak, bëhet mandat historik, sigurisht është një mandat historik për shkak se mandati që do marri Edi Rama dhe Partia Socialiste është mandati që mos shumti, po jo vetëm ju, po mos shumti ju shqiptarëve të Greqisë do t'ju lehtësoj në shumë aspekte, edhe nga fakti që aty ajo pasaporta jonë do shkruhet Bashkimi Evropian. Pra, të të ndërën kur erdha këtu sot, edhe isha bashkë me shumë bashkëdhetar tjerë të cilët vinin, edhe me disa djemt kombëtarës të cilët kanë familjarët e tyre këtu, siç është Qazim Laçi për shembull, apo Mitaj, edhe kur mbritëm aty në aeroportin e Athinës, na dolën ato zonjat para, ata më thanë Albania, po a ju dilni këte. Ju që jeni të evropaiki, si quhet, enosi, ju dilni këte. Edhe po prit, jo një sekond, le më të Amerikën dhe që unë, këtë gjë ne do javim fund. Kësaj gjë do javim fund që kur qytetarët shqiptarë të paraqiten në pikat e kalimit kufitar, mos trajtohen si qytetarë dorës. Por të jemi aty një lloj edhe ta thot evropaiki ekonosi, hajde në gjithë te, edhe shqiptari, edhe greku, dhe bulgari, dhe rumuni, dhe kjo është diçka që mund të realizohet vetëm me votën për Partinë Socialiste. Pra, sepse kemi arritur, jemi është si ai kampionati i gjatë, me shumë ndeshje, me shumë përballje, dhe tani
ky është mandati final. Kjo është finalja jo. Dhe me pasaportën e Bashkimit Evropian, vajzat e djemt tuaj këtu në Greqi do të kenë të njëjta të drejta sikur s'ke kanë vajzat e djemt e një familje greke të komshiut që mund të shkojë të studiojë në cilin universitet të dojnë në Europë. Vajza dhe djemt tuaj do të përfitojnë të njëjtat të drejta dhe ju po ashtu siç e kanë qytetarët grek. Ju e dini, me pasaportën tonë aktuale mund të shkosh në Gjermani, po mund të rish vetëm 9 ditë. Po as të punosh. Po i te kalove 90 ditët se ishte do marrish gjobën dhe pastaj ohu. To hym Bashkimin Evropian nuk i kemi më këto histori. Tani prandaj është shumë e rëndësishme që ta flasim me të gjithë. Prandaj është shumë e rëndësishme kemi edhe pak nga ata që i quajmë të Partisë Demokratike në diasporën tonë këtu në pak janë ata, po duhet të flasim edhe me ata. Dhe duhet të themi, shiko, je demokrat. Shumë mirë që je demokrat, se demokrat është gjë e mirë. Por demokrat, kësaj radhe do të votosh Edi Ramën. Se ti nuk ndihmon, ti vota jote për Lulin? Ja, për Lulin nisë. Po na nese. Për këtë babajnë e Lulit. Bufin. E Kënedës nuk i bën ndërman. Ati nuk i bën ndërman asgjë. Por vota jote për Partinë Socialiste është një vot që ti dhe fëmia jot të konsideroni shtetas të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është gjëja që këto ditë të fundit që kanë mbetur, sepse për diasporën fushata mbyllet pak më herët. Pra nëse në Shqipëri fushata do mbyllet më datë ditën e fundit, po lajmi është shumë i bukur kësaj radhe. E dini kur mbyllet fushata në Shqipëri? Në ditën e Europës. Në 9 maj. Edhe është e kemi parë këtu në ke pesat, dhe me datë 9 maj mbyllet fushata, ndërsa për ju mbyllet pak më herë. Me njerë pas tyre zgjedhjeve, ne ta shtrim strukturën tonë në çdo territor të Greqisë. Partia Socialiste e Shqipërisë, si partia më e madhe e gjithë shqiptarëve, duhet të ketë edhe në ishullin më të largut, ku është në Qios, në Kos, ku është më i largët. Rodos, ne duhet të kemi Rodos kemi dhe shumë shqiptarë. Po kemi dhe shumë shqiptarë padyshim. Edhe kemi dhe strukturë shumë të mirë atje. Me të gjithë, çdo shqiptar e di. Pra sot edhe ju këtu në Greqi ndjeni shumë krenar për atë që sot atë profeson Shqipëria. Tirana jonë sot është kryeqyteti Europian i Ballkanit dhe Shqipëria është një pikë referimi jo vetëm për Ballkanin, por më shumë se kaq. Dhe kjo është një arritje falë edhe leadershipit të kryeministit Rama. Kështu që në këtë aspekt është shumë e rëndësishme që ne të mos lëm asnjë bashkëdhëtar pa njoftuar. Duhet t'ua themi këtë. Rreth nesh ka vetëm njerëz që e duan punën, se nga momenti që jemi në mërkim, jemi njerëz punëtor. Janë të rrallë ata që rinë në mërkim dhe nuk janë punëtor. Shumë të rrallë. Janë kthyer mbrapsht, nuk të ka thënë. Por kemi shumë besim që do fitojë BSA-ja. Unë jam nga Fuçi, Edi Rama na i lagë në letër atëre. Unë jam nga Fuçi, do t'i them edhe këto. Jemi të sigurt, rreth me nuk ka njerëz që t'jenë me PD-n, nuk bëva ki të hapën gojën që t'jenë me PD-n. Nuk bëva ki të hapën gojën. Nuk bëva ki të hapën gojën që t'jenë me PD-n. Sigurisht. Nuk bëva ki. Edhe ashtu ri pa folur. Edhe unë nuk kuq jam. Jam, bravo. Demokracia. Na pëlqejnë gjërat e mira, na pëlqejnë arritjet e Edi Ramës, që sot për sot është numri 1 në Shqipëri që nuk
krahasohet me në gjë, nuk krahasohet. Të themi realitetin, ashtu siç është i gjatë në Ipsos, në Laopesi, ashtu është edhe në mendje i ndritur dhe i përparuar dhe na ka nderuar kombin kudo që shkon. E shikojmë dhe themi bravo qoftë dhe nuk ka që të krahasohet me njëri tjetër. Ndej me grupin e punës të drejtuesit e partisë tu dhe i falenderoj apo jo me gjithë zemër